Sjellja e opozitës. Mu më ndohet që ndoshta kishte vlerë pak sipas meje me diskutu pak edhe sonte më shumë për vetë cilët janë interesat e opozitës. Se nëse konsiderojmë që interesat e zotit Kurtit edhe të vetë vendosës është me shku në zgjedhje për me ndërtu që këtë narracionin që po thot Astriti, që këtu kush ja desi, kush primer fajet për bllokimin. Çështja është opozita apo i shërben më shumë me mënyrën e vetë që shposilët, apo i shërben më shumë idejas të cilën po do me shty zoti Kurti, apo i shërben më shumë interesit saj. E para, a do të kishte pas më shumë interes dashta opozita me zvarrit procesin, të e votu dashta qeverin Konjufca, për me fitu dashta dhe me shku deri në pranverë, nuk e di. E dyta, a kishte pas më shumë interes opozita me votu një qeverit Pakicës, kur nuk do të ishte më zoti Kurti kryetari i qeverisë. Po do të ishte zoti Konjufca, tash, kundër argumentit do të ishte se është e njëjta gjë. Po me gjithatë, ka një farë, mu më mdoket pak e çuditshme se si pas meja opozita i ka pas disa raste për me mundësu me shku në zgjedhje pa zotin Kurti kryeministër. Edhe më shumë më mdoket që mënyra që është posillet, ne kena me përfundu në zgjedhje me zotin Kurti si ushtrues detyre të qeverisë. Dhe nuk po nduket shumë që kjo është në interes të partive opozitare me shku në zgjedhje për derisa ekzekutivin e udhëheq rivali jetë kryesor. Dhe prandaj po thënë që... Po që Albine, se ki në qeveri në zgjedhje, po e ki glaukon, se me thonë qysh është kjo. Njëjtë është, e ki zëvës kë ministër të parë, e ki ministër të jashtëm, pro ideja që të e votu glaukon e hek Albinin, ose vetëvendosje nga qasja, nga të qenit në pushtet, dhe në zëdhe të ashme, kjo është e palogjikshme si pas menimit tip, se Albinin Viceki, këtë që ka ndru, ata është, vish një vene ka ndru. Kjo bo minister jashtëm, zëvëns kjo minister, apo bo kjo minister. Njëjtë është. Nëse beteja kryesore politik... Albini që shkullë të jeshëm i bindën, që aty nuk qeveris Glauku, aty qeveris që ata muj Albini, dhe po të kalzoj që bugjetin me qatu që i ka para po, edhe me rritjet e pagave, edhe levizit që ka pas mi bo, a i ka mi bo, ma përpara, ma ki interes më spequ, hiq që atje venin, në qatë mundësi, më s'mi jep qatë mundësi, sepse mi jep me bo Glauku. Mësë me mundësin, aj me qeverisë, sepse aj ka komendit e plota. Kësoj aj po qeverisë, aj ka me ushtru dhe të në kryeministë dhe erin zirë. Aj kur bëhet kryeministë, ka drejtë me rritë paga që shdo. Ka në budget e ti drejtë me bëhet qka të dënë, sepse është kryeministër aktiv, nuk është kryeministër dëtyrë. Kur? Në qatë moment që e bën Glauku Konjufcën. Ose dikon tjetër. Ato nuk e kiti. Po, nëse e voton ti, ato nuk e ki kryeministën detyrë. S'po do me negociu kur që e bëhet apo jem me votë. Të regon, o Astrid, dhe shpak, bëse, apo më do. Sot, për mu e ishë opozita... A ti që e ka thu, Berzim, ti e ka du me hinë në një zinxhir, kur ti tash i kime pos fajin, që s'kimi a votu, kime bo Glauku Konjufcën, a si ka votat për budget, ka me ta qitë budgetin që është dënë vetë, ti tash pak ki mu të tyru, sepse të shojnë populli i Kosovës, se ata përdojnë Albin, ti ki mu të tyru. Nga që ky vetë kërsnim që e ki, vetë shantar që e ki, me të tyru mi a votu budgetin që shtush. Po ti s'po merë pjesë me? A ma po kuptan. Ti e ka to ik nga gabimet tuja, dhe bënja dëshirën plëcet agendën Albinit. Nuk ka dalë me plëcoja agendën, sepse si e pjesë e procesit. Mas tremujve që është po këthejke rota historike në anën e opozitës. Vesh provo pak me ngu. Vesh pak provo me ngu pak. Mas pari provo me ngu pak. Vesh pak. Po provoj me ngu, po nuk ka shumë që... Provoj me ngu nëse të Unë e shka po të thamë është që opozita sot gjërin e parë që minjerë... Që s'ko përgja? Hupi opozita sot apo? Hupi opozita sot... Shkoj për lesh, do të me bëhë Glauku, se me bëhë Glauku, e hongër opozita, e mujti Albini. Për kome të mujtë që ato opozita edhe më prell tani. Nësë orë që shtu. Jo se... Po lesh e bëri që adëni. A me një ka të zozonin gjystë rrugës, për shta u ka i mund Albini. Albini, kur gjë s'ka tërheq? Kur gjë s'ka tërheq? Kur gjë s'ka tërheq Albini?